thoni që gjatë negociatave të Daytonit në 1995-ën, ju përmendët se kishit dieni se presidenti George Bush kishte dhënë një paralajmërim të ashtu quajtur paralajmërimi i Krishtlindjes. Na sqaroni çfarë është? Përgjigje. Fillimisht, kur filluan negociatat, unë nuk kam qenë në dieni të këtij paralajmërimi dhe diplomatët e dinin në fakt këtë gjë. Po publiku në përgjithësi dhe ne që punonim në ushtri, që kishim që të dislokuar në vende të tjera në dhjetor të 92-shit, nuk kishim dieni për shkak të dhunës që ishte shënjestruar ndaj popullatës shqiptare nga policia serbe dhe nga MUP në veçanti brenda Kosovës. Presidenti Bush, pra George H. Bush, ju drejtua Miloševićit dhe i tha që do ta ndalonte menjëherë dhunën ose përndryshe SBA-ja do të kundërpërgjigjej. Ishte një referencë që përdorej nga forcat ushtarake për të ndaluar represionin, dhunën ndaj shqiptarëve të Kosovës, që ishin në fakt shumica e popullsisë në Kosovë.